Motër në librin e Markut 14, vargu 25, Marku kapitulli 14. Në të vërtet po ju them se nuk do të pi më prej frytit të hardhisë deri në atë ditë kur do ta pi të ri në mbretërinë e Perëndisë. Unë kur e lexoj këtë, kuptoj që kur Zoti ishte në darkën e fundit, aty u dha apostujve të pinin. Mirë, sa prej jush e kanë lexuar këtë që motra sapo lexoi? Disa e kanë lexuar apo jo? Kur thot se Zoti mori kupën dhe tha, unë nuk do ta pi më këtë, kjo është hera e fundit dhe do ta pi përsëri në mbretërinë e qejve. Të kemi parasysh se për të mbretëria e qejve nuk kaloi shumë kohë, sepse Zoti në atë moment kur mori kupën për të pirë dhe tha se ishte hera e fundit, ai ishte nën ligjin e Mojsiut. Zoti ishte nën ligjin e Mojsiut, sepse ai ende nuk e kishte shfuqizuar ligjin e Mojsiut. Prandaj Zoti tha, kjo është darka e fundit që unë ha me ju, sepse tjetra do të jetë në mbretërinë e qejve. Me siguri apostujt menduan se mbretëria e qejve do të vinte shumë vite më vonë, shekuj më vonë për të pirë përsëri verën me Zotin, domethënë për të pasur përsëri bashkësi me të. Pra ndodhi që kur Zoti u kryqëzua dhe u ringjall, pasi u ringjall u tha apostujve, mos u largoni nga Jeruzalemi sepse vjen fryma e shenjtë dhe ju do të merrni fuqi, dhe atëherë ju e kujtoni që kjo ndodhi kur në ditën e rrëshajeve erdhi fryma e shenjtë, që erdhi një ushtim dhe që të gjithë flisnin në gjuhë të tjera dhe profetizonin, dhe Pietri dha mesazhin e parë. Atë ditë filloi mbretëria e qejve të funksionoj dhe ligji i Mojsiut ishte shfuqizuar. Pra atë ditë filloi mbretëria e qejve, që nga ajo ditë të gjithë njerëzit që morën frymën e shenjtë, që morën dhuntit dhe që filluan të besonin në Zotin Jezu Krisht dhe të ndiqnin rrugën e besimit, atëherë ata ishin në mbretërinë e qejve. Dhe bashkësia me Zotin, lidhja e ngushtë, kupa, të pirit të kupës, ishte pra të pranoje Jezu Krishtin, të besoje tek ai. Atë ditë kur Pietri po predikonte dhe dha predikimin e parë, thuhet se njerëzit i thanë, çfarë duhet të bëjmë? Çfarë të bëjmë ne për të pasur jetën e përjetshme? Atëherë Pietri tha, besoni në Jezu Krishtin dhe pagëzohuni në ujë, dhe në këtë mënyrë ju do të hyni në mbretërinë e qejve. Dhe këtë bën, dhe ditën që e bën këtë, që u pagëzuan dhe pranuan Zotin Jezu Krisht si rruga e vetme e shpëtimit dhe jo ligji i Mojsiut, atë ditë filloi mbretëria e qejve dhe që nga ajo ditë Zoti filloi të ketë bashkësi me çdo person dhe të pi verën shpirtërore dhe të haj bukën shpirtërore, sepse Krishti ishte vera dhe Krishti ishte buka. Pra Zoti kishte thënë, kush pi gjakun tim dhe ha mishin tim do të ketë jetë të përjetshme. Atëherë i thoshin, a ishte i çmendur, si do të ham trupin e tij, si do të pim gjakun e tij dhe do të ham mishin e tij, a ishte i marr, thoshin atë kohë judejt apo jo. Por Zoti po fliste në terma çfarë? Shpirtëror, simbolik. Kështu që nga sot e tutje shpresojmë që të gjithë ta kemi këtë bashkësi me Zotin, që gjatë gjithë kohës ne të jemi duke pirë nga Zoti dhe duke ngrënë nga mishi i tij. Do me thënë të jemi duke besuar në të, duke pasur besim tek ai, të jemi duke ndjekur rrugën e Ungjillit, të përmbushim urdhërimet e Perëndisë, të jemi duke bërë të gjitha këto. Kjo është bashkësia, aty është Zoti duke pirë kupën në mbretërinë e qejve me besimtarët e tij.